dënimit. Do të rilidhem edhe njerë me Sokol Demon, i cili tashmë do të ketë mundësi, besoj që të na ofrojë dhe pamje për të kuptuar se çfarë po ndodh aktualisht dhe për të risjellë dhe njerë ndoshta informacione edhe më të reja dhe të konfirmuara. Gjithashtu, Sokol, përshëndes, atëherë mbetemi tek automjeti i gjetur apo jo në fshatin Alil pranë Fushkrujës. Arlindun, sa po kam mbritur pranë vendit të ngjarjes, prapa krave të mi ndodhet vendi ku është qelluar në drejtim të automjetit ku mbeti i vdekur Gilmando Dani dhe u plagosën edhe një tjetër person. Sigurisht akoma në vend ngjarje janë grupi hetimor i cili po punon për të bërë të mundur mbledhjen e të gjitha provave dhe për t'i analizuar për zbardhjen e ngjarjes. Pak më herët raportuam se bëhet fjalë për një automjet tip Toyota me targa greke, i cili është dyshohet pra të jetë i njëjti i përdorur në ngjarje dhe që mund të jetë i djegur pra në afërsi të fshatit Halil të Fushkrujës. Nuk është në një distancë shumë të largët nga vendi i ngjarjes e megjithatë sërish kanë mundur pra që të largohen pra autorët në drejtim të tij. Të paktën referuar Google Mapsit për të shkuar deri në fshatin Halil duhen diçka më shumë se 20 minuta. Gjithsesi, në vend ngjarje, siç edhe mund ta shohim, ka një grup të hetimorit cili po punon pra për të mbledhur dhe për të dokumentuar ngjarjen. Në vend ngjarje tashmë ka mbërritur edhe një ambulancë e morgut e cila pritet të marrë trupin e pajetë pra të Gilmando Danit, i cili do të vijojë me ekspertizat e tjera nga grupi hetimor në orët në vijim, por edhe në mjekësinë ligjore ku do të bëjë të mundur pra edhe autopsinë. Nga ana tjetër, në vend ngjarje, pra siç thamë edhe pak më herët në lidhjet tonat më parshme Arlind, rruga pranë vendit pra ku ka ndodhur ngjarja në Rinas është e bllokuar, por jo në një distancë shumë të gjerë, pasi disa rrugica në afërsi pra krijojnë mundësinë automjeteve për t'i lëvizur pra ndihmuar edhe nga ana e policisë së shtetit. Patjetër që jemi në një prej zonave që ka një survejim shumë të mirë përmes kamerave të sigurisë, me të cilat pritet të ndihmojë dhe të punojnë në vijim pra grupi hetimor i drejtorisë vendore të policisë së Tiranës, çfarë do të bëj pra të mundur edhe zbardhje ndoshta të ndonjë detaj të mundshëm, edhe pse nga informacionet për të cilat ka tashmë grupi hetimor do të mbledh më tepër detaje. Ndërkohë, më lejo të sjell disa detaje të reja, kemi edhe kohën të limituar, nëse ke diçka shumë shkurt për të shtuar. Bëhet me dije se Gilmando Dani ka mbërritur pra në Shqipëri përmes aeroportit të Rinasit. Aty i plagosuri pra Muçi Shaliani Sheqeri e ka pritur dhe më pas i plagosuri, siç thamë edhe më herët, identitetin e tij të plot policia akoma nuk e ka të sigurt 100%. Dhe sigurisht në fshatin Halil i djegur pra edhe makina, dyshohet të jetë autorëve, mund të ketë patur dhe 2 makina që mund të kenë qenë pjesë pra atentatit si persona ndihmës, të paktën këto po verifikon grupi hetimor i policisë në lidhje me ngjarjen në fjalë. Pra, Gilmando Dani sapo kishte zbritur pra në aeroportin e Rinasit dhe personi i plagosur Muçi Shaliani Sheqeri e ka pritur pra për të lëvizur në drejtim të destinacioneve të tyre, por që për fat keq e qelluan pra që në momentin që sapo doli pra vetë. Falenderoj Sokol për informacionet që